Drejtësia e Majtë ka qenë një mister shumë i madh fakti që në Shqipëri ne kemi një parti komuniste që ngrihet në 41-shin me një lëvizje punëtore relativisht modeste. Pra nuk është se kishte si në vendet e tjera ku ka patur regjime të natyrës bolshevike, sepse te Shqipëria si model shtet formimi frymëzohej nga kjo rrymë bolshevike, ku të mos kishte një rrymë punëtore ose një revolucion ose një lëvizje shumë të fortë edhe para luftës. Tu është një kontekst ku kjo lëvizje formohet gjatë luftës në një vend më shumë rural se sa industrializuar, ku nuk ka ashtu biznese, nuk ka kapital, nuk ka punë. Është një vend që, siç e kam shpjeguar edhe në libër, është më së shumti analfabet, pra 10% e popullsisë lexon dhe shkruan, dhe një parti që arrin në pushtet në 5 vjet pas formimit, arrin ta mbajë pushtetin për gjysmë shekulli. Dhe për mua kjo është një paradoks shumë i madh, edhe si nga ana e filozofisë marksiste, pra cilat janë kushtet në të cilat zakonisht mendohet që vjen kriza e kapitalizmit, pastaj socializmi pason krizës kapitalizmit. Në Shqipëri nuk gjejmë asnjë nga këto kushte. Gjejmë një kontekst rural ku dinamika është bejler, agaj edhe fshatarësia, pra është një dinamik krejt tjetër. Dhe si arrin në këtë kontekst që të vendoset një parti që nga njëra anë ka një qasje modernizuese ndaj shtetit, pra mundohet që të ndërtojë një shtet modern të formës si shteti bolshevik që i shkëputet kryemarrëdhënieve feudale, por një shtet komunist pas një pak a shumë situate feudale. Dhe unë them që shumë nga kontradiktat, shumë nga tensionet dhe shumë nga tragjeditë e komunizmit që ka ardhur në pushtet në Shqipëri pas 46-s kanë të bëjnë pikërisht me momentin ku është ngritur ky projekt. Prandaj ka qenë shumë e rëndësishëm në libër që të shpjegoj pikërisht këtë fazë dhe nëpërmjet Gustavit dhe personazhit të Gustavit edhe të elaboroj përse ky lloj projekti triumfon dhe jo një projekt më i moderuar socialdemokrat ose që kishte një qasje ndryshe siç ka Aslani, personazhi tjetër në libër, që ka një qasje më krejt tjetër, jo bolshevike, ndaj marrjes pushtetit, ndaj mënyrës se si vihet në fuqi.